ti, domethënë, gëzohesh shumë se të vjen një kushdo, se nuk dua të nëmbëlsoj asnjë lloj deputeti apo eurodeputeti, por ne dim shumë mirë që politikën e bën ambasadori i atij vendi, ambasadori i Bashkimit Evropian, ambasadori i BE-s, ambasadori i SBA-s, dhe kur këto, domethënë, nuk mbërrin dot derët e dera e krejut opozitës, do thotë që ka një handicap të madh. Është munduar zoti Berisha të thotë që qytetarët, por qytetarët i mungojnë protestë. Domethënë tuajt i mungojnë të dera. Brenda ka këto lloj qasje që është në problematikën e madhe që tashmë është në një konflikt që nuk do e donte kurrë, domethënë sepse ai ka patur gjithmonë rival të cilët kanë marrë vota duke mos qenë kurrë kundër Berishës. Por t'i dalë një rival që është kundër Berishës dhe të marrë vota, kjo është për atë e papranueshme, se shikoj mund të marrë edhe 10%, edhe 15% për shembull Salinjani po të kandidojë, edhe 20%. Po në këtë situatë, duke qenë pra të qartësoj që 20% e Partisë Demokratike nuk e do fare Sali Berishën, kjo për të nuk është fare komode në këtë pikë. Ndaj dhe çdo lloj kundërshtie, çdo lloj debati, çdo lloj rivaliteti i tillë i është mbyllur dera. Të dyja partitë janë në një situatë të caktuar. Edi Rama